A e dini se kush ka qenë njeriu më pro-gjerman në Kremlin? Tërësisht i tillë ka qenë Stalini. Ai favorizoi bashkëpunimin me Gjermanin fill pas vdekjes Leninit dhe ai nuk e ndryshoi këtë qëndrim bazë kur Hitleri erdhi në fuqi. Përkundrazi, triumfi nazistëve e përforcoi kërkesën e Stalinit për lidhje më të afërta me Berlinin. Për këtë u nxit nga kërcënimi japonez në lindjen e largët. Ai kishte një përpuzje të thellë për kombet e zgërlaqura demokratike edhe po aq respekt të thellë për shtetet e fuqishme totalitare. Dhe ai udhëhiqej nga parimi se e mira është me rrezhvesh me fuqi superiore. E gjithë politika ndërkombëtare e Stalinit kje një sër manovrimesh që synonin të vendosnin atë në pozitat favorshme për një marrëveshje me Hitlerin. Kur ai u bashkua me lidhjen e kombeve, kur ai propozoi sistemin e sigurimit kolektiv, kur ai kërkoi dorën e Francës, flirtoi me Polonin, i bëri korte Britanisë dhe ndërhyri në Spanjë, çdo lëvizje ishte llogaritur me syrin e fiksuar mbi Berlin. Shpresa e tij ishte të fitonte një pozitë të tillë që Hitleri ta gjente atë si përfituese për të kënaqur kërkesat e tij. Një pikë kulmore në politikën e Stalinit u arrit në fund të vitit 36, lidhur me konkluzionin për një marrëveshje të fshehtë gjermano-japoneze e negociuar prapa pertes së tymosur të paktit antikomiter. Nenet e kësaj marrëveshje të fshehtë që arriti në duart e Stalinit nëpërmjet përpjekjeve të mia të stafit që unë drejtoja, e shtyn atë në një orvajtje të dëshpëruar për të rënë në ujdi me Hitlerin. Në fillim të 1937-s, një marrëveshje e tillë në të vërtetë mbeti pezull ndërmjet tyre. Askush nuk e di se në shpërmasa u skicua Pyshater, traktati i fundit i gushtit 1939. Kjo ndodhi 2 vite përpara se Stalini të fillonte të shpaloste botës sjelljen e tij miqësore ndaj Gjermanisë. Më 10 mars 1939, ai bëri të parin prononcim ndaj aneksimit të Austrisë nga Hitleri dhe të pushtimit të krahinës së Sudeteve, duke dhënë reagimin e tij kundrejt atyre pushtuesve nazistë që tronditën botën. Bota u habit nga hapjet miqësore të Stalinit ndaj Hitlerit. Ajo bot meti e shtangur, 3 ditë më vonë, kur Hitleri marshoi mbi Çekoslovaki. Rekordi politik së paqëtimit të Stalinit ndaj Hitlerit, të 2 rekordet, për politikën e hapur dhe atë të fshehtë, zbulojnë se sa më agresiv bëheshin veprimet e Hitlerit, aq më shumë nxitej kortezia e Stalinit. Dhe sa më energjikisht Stalini përpiqej ta bënte për vete atë, aq më të paturpshme bëheshin agresionet e Hitlerit. Këto dhe tjera informacione i mësojmë nga Krivicki, ish agent i fshehtë Josif Stalini. Unë, thot ai,